Pastaj në surën tjetër thot Allahu i lartësuar tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Më thon me përkthy u thafshin duart e Ebu Lehebit dhe ato janë tharë. Ati nuk i ka bërë dobi pasuria ati ose ajo që ka fituar. Pra në këtë sure, Allahu subhanahu wa taala flet për këtë person, Ebu Lehebin, që ka qenë xhaxhai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, një prej armiqve më të mëdhenj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendet në shkakun e shpalljes së kësaj sure, që kur i ka ardhur urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i thrase njerëzit publikisht, atëherë i ka mbledhur edhe i ka thirrur banorët e Mekës dhe janë mbledhur rreth tij. U ka thënë, nëse u kisha thënë se pas kësaj kodre është një ushtri që është duke u përgatitur t'ju sulmoj në mëngjes ose në mbrëmje, a do të më kishit besuar? Ata kanë thënë do të kishin besuar sepse nuk ke gënjur asnjëherë. Ka thënë, atëherë unë ju tregoj se jam paralajmërues para dënimit të madh të Allahut. Do të thënë ju paralajmëroj që të ruheni prej dënimit të Allahut. Atëherë ka thënë Ebu Lehebi që emri i tij ka qenë Abdul Uzza. Edhe ka thënë tabbal lak. Do të thënë si thonë të ne tu thafshin duart. A për këtë çështje na ke tubuar? Atëherë e ka zbritur Allahu këtë sure, tabat yada abi lahab wa tab. Do të thonë u thafshin duart që duart e tij do të mbeten të shkreta dhe pa asnjë përfitim, por vetëm me duart e tij ka fituar vetëm shkatrim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Do thotë njëherë kjo tabat në fillim është mallkim, kurse në fund wa tab do të thënë është lajmërim. Pra ju thafshin duart dhe ati me të vërtet janë tha. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Do thotë nuk i ka bërë dobi pasuria dhe ajo që ka fituar, do të thënë gjitha pasuritë, ose fëmijët, ose tregtia, ose aleatët, përkrasit, shokët, miqësi, do të thënë njerëzit me pasuri fitojnë miq të shumt. Të gjitha këto nuk i bëjnë dobi te Allahu subhanahu wa taala. Në ahiret nuk i bën dobi asgjë prej saj. Se jasla naran dhata lahab. Do të thënë do të hidhet në zjarrin me flakë të fuqishme. Do të hidhet në këtë zjarr që i ka flakë të fuqishme. Wa imra'atuhu, edhe gruaja e tij, bashkëshortja e tij. Do të thënë është kërcënim dhe lajmërim se përfundimi i tij dhe i bashkëshortes së tij, që ka pas emrin Arwa bintu Harb, Ummu Jamil, kunjen, do të jetë përfundimi i tyre në Xhehenem me flakë të fuqishme. Dhe ka thënë wa imra'atuhu hammalatul hatab, hammalatul hatab. Do të thënë bardhësja e drunjve ose lëndëve djegëse. Pra dru, disa prej dietarëve kanë thënë se është qëllimi për veprat e saj që i ka bërë. Do të thënë ajo ka marrë disa prej gjembave më të egra që janë në shkretir. Do të thënë gjemba që ndoshta tatil i përdorin sot e dini forcat e sigurisë për t'i ndalë makinat e kështu me radhë. Do të thënë atë forme kanë ato gjemba. U ka hedhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve në rrugë që do të thënë ka qenë shfaqje me të vërtetë e poshtërsisë dhe armiqësisë së madhe. Dhe po ashtu hammalet al-hatab është komentuar se ka qenë bardhëse e fjalëve, që do të thënë ka bardhë si të ndez zjarr. Do të thënë ka bardhur lëndë për ndezjen e zjarrit mes njerëzve, duke i nxitur mushrikët për armiqësi më të madhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve. Por disa prej dietarëve kanë thënë se është për qëllim për në Xhehenem. Ajo do të barte dru për zjarrin e bashkëshortit të saj në Xhehenem. Do të thënë që është përveç dënimit edhe
poshtrim. Dhe ka thënë fi gjidjeha hablum min mesed, dhe në qafën e saj ka një litar të zjarrit. Më thënë me këtë litar, që pra disa kanë thënë se bartë dru për zjarrin e burrit saj, dhe i ka të lidhura ato në qafën e saj me këtë litar, ose disa kanë thënë se është një litar që me të nxirret deri në fund do të thënë deri lart në xhehenem, deri në bregun e xhehenemit, pastaj hidhet prap deri në fundin ose deri në, do të thënë në thellësinë më të madhe të xhehenemit. Allahu na ruaj.